Dobro večer, Milena Maksimović, Kosovo Online. Gospodine Kurti, ukoliko u budućnosti bude došlo do formiranja vlade Kurti 3, da li imate neki plan? Da li imate neki plan kako da se vodi dijalog sa Beogradom u budućnosti? Sa zvaničnim Beogradom mi imamo sporazum, ne samo dijalog. Mi imamo sporazum iz Brisela iz februara meseca 2023. godine. Potom imamo i onaj implementacioni aneks iz Ohrida iz marta meseca 2023. godine. Treba izvršenje istih, treba implementacija tih sporazuma. I ja sam spreman za to. Znači, nama treba normalizacija odnosa putem implementacije tih sporazuma, jednog sporazuma tjedno i aneksa za implementaciju, ali istovremeno mi tražimo da najpre Beograd predaje glavnog kriminalca i teroristu Milana Radojčića, koji, što se tiče našeg tačka gledišta, on je u bekstvu. A što se tiče Beograda, izgleda da je on postao i nekakav telohranitelj predsjednika Srbije i on nije sam, on je zajedno sa najmanje 44 svojih paravojnih drugova koji su ubili kosovskog policajca Afrim Bunjakova, narednika Afrim Bunjakova, i koji bi trebalo da se predaju našim organima, jer na Kosovu dobit će pravan i pravedan sudski proces. Kosovo je mnogo demokratičnija država od Srbije, ovdje imamo vladavinu prava, a također imamo i EULEX koji nadgledava najvažnije sudske procese. Znači, najpre moraju da predaju Milana Radojčića i istovremeno da imamo izvršenje, implementaciju našeg sporazuma. Ja mislim da je to veoma važno za normalizaciju naših odnosa. Izgleda da neće doći do toga uskoro, zbog toga što Srbija, nažalost, sve više postaje kao jedna druga Bjelorusija u Evropi. Ako Kremlin ima u severoistoku Bjelorusiju, u južnoistoku Evrope, nažalost, ima Srbiju. Fetija prej TVN. E para, ne du ta presim zonjën presidente, nga e çfarë kemi parë dje, të gjithë jemi duke u përgatitur për zgjedhjet e reja, a do të jetë Besnik Beslimi shefi shtabit, nuk e di, e përcakton kryesia e lëvizjes vetëvendosje për këtë gjë, ka mundësi që do të jetë Besnik Beslimi sërish, por tash po dyfishohen zgjedhjet përveç ballotazhit edhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndërka që sa i përket koalicioneve për bes mas këtyre 8 muajve, unë nuk e di që është mund të pyesni për koalicione. Dhe më thënë është më vështirë tash të bëhen koalicionet, pakrahasimisht se sa le të themi para 8-9 muajve apo një viti, për shkak të vonesave dhe pengesave që janë shkaktuar, duke mos harruar që ato duhet të numërohen realisht prej 15 prillit e këtej, se deri në 27 mars nuk janë certifikuar zgjedhjet. Dhe në këta 6 muaj e gjysmë gati, mbi 5 muaj janë duke e pritur gjykatën kushtetuese, ku lëvizja vetëvendosje dhe unë si kryeministër nuk e kemi dërguar asnjë ankesë. Ankesat i kanë dërguar të tjerët dhe i kanë shkaktuar vonesat e pengesat. Prandaj, në këtë atmosferë si jemi tani, unë nuk shoh mundësi për koalicion, por në zgjedhjet e ardhshme do ta keni atë që në fakt nuk është se s'është ditur. Një lloj referendumi. Midis asaj çfarë kemi parë në këto 4 vjet e
gati 8 muaj të qeverisjes sonë dhe të asaj çfarë kishim përpara. Urdhroni, me që është vesh edhe një. Okej, duke parë parasysh që të gjitha partitë Besoj që tash është e qartë që duhet të pretendojmë edhe më shumë se përpara. Sepse pikërisht një situatë e tillë na sjell qëndrueshmërinë politike në shtet dhe stabilitetin institucional në Republikë. Dhe pyetja krejt e fundit, meqense nuk e kam vërejtur dorën e juaj të ngritur, më fal. Atëre, faleminderit shumë. Nuk mund të zaventohet kjo. Faleminderit shumë. Përshëndetje, jam Arlinda Sejda prej Radio Televizionit të Kosovës. Kryeministër ka pasur deklarime të liderëve të partive tjera gjatë ditës së djeshme, mirë po janë 64 vota potenciale që mund ta krijojnë një qeveri. A mendoni se mund të ndodhë kjo dhe në anën tjetër derisa po flasim për zgjedhje të jashtëzakonshme, a pritet të ketë ndonjë risi sipas jush? Më falni nëse bën edhe një herë të më tregoni si keni arritur te ky numri 64? Opsionalisht 64 vota të mundshme të partive të tjera përfshirë edhe listën serbe. Ndoshta përfshirë edhe listën serbe, por ju e dini që dje u bë një deklarim nga PDK-ja që nuk ka koalicion, kështu që 64-shit heqja 24 me njëherë. Ai bie ashtu. Në bazë deklarimeve të tyre, meqense pyetja e juaj ishte bazuar në liderët e partive politike të tjera, pra minus 24 prap nuk i kanë. Edhe kjo presupozon që ata mund të bëhen me listën serbe. Nuk e di a është dikush prej partive opozitare aq optimist për këtë gjë, nëse e synojnë atë, por edhe njerë po them, është në diskrecionin e zonjës presidente rruga përpara. Qëndrimi im për listën serbe nuk ka ndryshuar dhe është e rëndësishme që kemi instaluar më në fund pluralizëm politik në të gjitha komunitetet. Ne shqiptarët që jemi rreth 92%, kemi me 10 parti politike, 3 deputetët e partive bosnjake janë të 3 partive të ndryshme bosnjake, 2 deputetët nga komuniteti egjiptian janë nga 2 parti të ndryshme. Pse u dashka që vetëm komuniteti serb të jenë vetëm të një partije. Tash e kemi edhe Nenad Rashiqin, edhe unë besoj që nuk bën t'i bëhet e padrejt atij, duke reduktuar komunitetin serb në përfaqësimin politik vetëm tek lista serbe.